Prandaj rasti Meta është një rast i cili për mendimin tim Zoti Rama të ketë kurajo, të ketë mundësi dhe mendim të mirë që të shkojë të dëshmojë atje, sepse Monika Kryemadhi jam i bindur që do marrin në qafë Edi Ramën dhe Edi Rama nuk ka se si të refuzoj të shkojë të japi deklarim përpara gjykatës, sepse Zoti Rama nuk donte as me inceneratorëve të shkonte të jepte deklarat, por kur e informuan dhe i thanë që o hajde o të marrim me zor, atëherë tha po bëj garipin e po vi tek ju. Por jam i bindur që në këto procese gjyqësore që do të bëhen në Shqipëri, si rasti Partizani dhe rasti Meta, Zoti Rama do të jetë kryefjala e këtij procedimit penal. Në cilin rast Monika Kryemadhi mund të fundos kryeministrin Edi Rama? Në të komunikimet me telefon, sepse Zoti Meta është akuzuar, sikur ai, imagjino tani çfarë akuzon Spaku, të thoja që akuzon diçka në aspektin ligjor dhe e kanë kapur, gjë e bukur, po shiko tani çfarë akuzon Metën. I thot Metës ti ke qenë kryetar kuvendit, po. Në kohën ti ke qenë kryetar kuvendit, bashortja jote ka folur me kryeministrin, kryeministri ka folur me një deputete, deputetja ka sjellë një ligj për një pushtet ekonomik dhe ju keni kaluar të gjithë si grup parlamentar të dyja partive ligjin që është porositur. Dua Spaku të vi të ma thot në gjykat dhe unë të them edhe surprizën që të radhës, unë për këtë qëllim do shkoj të shikoj gjyqin e Metës kur do zhvillohet në gjykim të zakonshëm. Dua të kuptoj sa naiv janë ata të Spaku apo janë kaq shumë pa moralshëm në aspektin juridik. Sepse të shkosh edhe të thuash kryetarit të kuvendit që ti pas ke kalu ligje, po tani grupi ekonomik është grup interesi. Pushteti ekonomik është grup interesi. Çfarë do na thot Spaku ne? Që kush merr një politikan do të thotë ka bë korrupsion? Ore, do qeshim në këtë procedim penal, do qeshim dhe normalisht që ajo që do jetë akoma më e tmerrshme është në rast se na del Irena Gjoka, e cila do jetë në seancën paraprake. Në rastin e del po, te treshja e gjykimit të Metës. Se do dali një Iren do ketë aty. Tani se mbaj mend është Gjoka, Shpata nuk e mbaj mend, se më ngatron edhe ky Berisha me deklaratat. A janë zbardhur mesazhet mes Monika Kryemadhi dhe Edi Ramës dhe çfarë përmbajnë konkretisht këto mesazhe? Përveç asaj që ju that pak më parë. Derisa hetimet kanë mbaruar, do të thotë që edhe dosjet janë shpërndar. Pra nuk i dihet nga ku merr informacion dhe si merr informacion. Po unë do doja shumë që të shpërndahet komunikimet midis Edi Ramës dhe Monikës Kryemadhi. Aty do të shikoni se si qeverisemi, nga kush qeverisemi dhe si kemi katandisur si popull. Kaq dua të them, asgjë më shumë. Është e kot. Seanca e procedimit penal me gjykim të zakonshëm do të jetë një nga më të bukurat që do të kemi komentuar dhe do të komentojmë vazhdimisht nga 2025 e deri në 2029, sepse Spaku do ndihmoj që po ashtu Zoti Meta dhe Berisha të jenë po në sistemin e drejtësisë në këtë situatë procedurale, sepse Spaku po ndihmon që Zoti Rama të shkojë edhe për mandatin e 5. Pra do të thotë që gjithë situata do jetë kaq shumë e bukur si një film. Derisa Monika ka shkuar dhe thotë që jam aktore, tani unë e pres ta dëgjoj në gjykat se si do aktroj dhe se si do thotë të vërtetën që kam punuar në kurrizin e bashortit tim dhe në favor të Edi Ramës. Dhe mbani mend diçka që Monika Kryemadhi çuditërisht kishte një dashuri për Erion Velin, një dashuri të madhe të jashtëzakonshme për Lulzim Bashën dhe po çuditërisht po këto dy individ e kanë tradhtuar Monikën Kryemadhi. Dhe pastaj kemi po të njëjtin individ që ka pas dashuri zonja Monika Kryemadhi, Edi Ramën, që i futi burrin në burg. Pra, kjo grua ka dështuar kaq shumë nga dashuritë e saj politike, se sa është e paimagjinueshme për të marrë në konsiderat jo vetëm si në cilësinë të pandeurës, po edhe në cilësinë e dëshmitarit. Prandaj provat
telefonike flasin vetë dhe unë dua të shikoj se si Spaku do na thot kush ka porositur dhe kush ka sjellur në propozim në parlament ligjin e propozuar ose kërkuar nga grupi i interesit që vjen nga pushteti ekonomik i vendit. Pra ju po thoni se këta tre politikanë duke nisur nga Edi Rama kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha dhe Erion Velia kanë tradhtuar politikisht Monika Kryemadhin në ato çfarë ka ndodhur që pas viteve 2000 deri më sot? Po, zonja Kryemadhi është socialiste, zoti Bardhi, nuk është demokrate. Zoti Rama është socialist. Mirë. Zoti Veliaj është socialist, apo i deformuar, por socialist. Zoti Basha, nuk e di, Euroatlantik, hajde mos them në fjalë, Euroatlantik, i cili erdhi në Bashkinë e Tiranës me ndihmën e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra, nga socialistët. Pra, duke marrë këto të gjitha, edhe duke i bërë një analizë politike, unë mendoj që zonja Kryemadhi është tradhtuar nga këta ish kryetar bashkie, që secili nga ata kanë qenë në politikën shqiptare, pra Lul Basha dhe Erion Veliaj, tani pritet se si zonja Kryemadhi do të jetë dëshmitari e fundosjes së zotit Rama, sepse zonja Kryemadhi për mendimin tim e fundos zotin Rama në rast se ajo thotë që unë me Ramën kam folur edhe i kam thënë të gjitha, sepse procesi penal dhe zhvillimi i gjykimit të zakonshëm bën që i pandeuri të ketë atributet dhe do thoya fuqinë më të madhe të kërkoj gjithçka në gjykatë dhe gjykata nuk ka fuqi të refuzojë në gjykimin e zakonshëm. Ndërsa në gjykimin e shkurtuar, gjykata është zoti dhe prokuroria është shkopi. Por në procesin e gjykimit të zakonshëm, unë nuk e di se si prokurori do filloj në faqja 1 të lexoj dhe të mbaroj të gjitha fashikujt, duke i lexuar aty në gjykatë. Nuk e di. Prandaj them, do jenë lajme, video, do shkojmë atje bashkë, të bëjmë që atje intervistë bashkë. Do kemi këtë vit, pra 2025-2026, momenti më historik, Partizani Meta Kryemadhi në gjykatë. Rama besoj se do të jetë me ankth, sepse në të dyja rastet zoti Rama është i përfshirë në mënyrë drejt për së drejti dhe jo tërthorazi. Si mendoni, apo kërkon të shpëtoj veten e tij Ilir Meta duke akuzuar bashkëpunëtorët e tij sa i përket çështjes së lobimit? Unë mendoj se zoti Meta, të jemi realist me ju, nuk ka pse të akuzoj dikë në procesin penal. Aty zoti Meta do të tregoj qartazi se si funksiononte lobimi, çfarë u bë në pjesën e bashkëpunëtorëve të tij, pse e tradhtuan dhe çysh e tradhtuan, se cili prej tyre, por për mendimin tim, bashkëpunëtorët që kishte Meta sot i ka Rama. Ashtu si tradhtuan Metën, do tradhtojnë edhe Ramën. Këtë duhet të kuptoj zoti Rama. Materialistët të cilët janë futur dhe janë bërë pjesë e Partisë Socialiste, patjetër dhe sidomos do godasin Partinë Socialiste dhe zotin Rama në një moment. Pra, duhet ta marrim si fakt konkret. Çfarë? Derisa ata kanë qenë në shërbim të Metës dhe në momentin ku panë që Meta nuk ishte më kaq i fuqishëm, ikën dhe shkuan te Rama. Kur shikojnë që Rama nuk do të jetë më i fuqishëm, ata që ja futën Metës do t'ja fusin Ramës. Kjo është e logjikshme. Çfarë do bëjë Meta që akuzon bashkëpunëtorët, ish bashkëpunëtorët e tij? E sigurt që ata kanë përgjegjësinë e tyre penale, por në procesin që do zhvillohet në gjykim të zakonshëm, secili prej tyre duhet vit të na thotë dhe të na deklarojë çfarë kanë qenë këto gjëra që ke deklaruar, dhe në rast se këto deklarimet nuk janë të sakta, normalisht quhen deklarime jo të sakta, të cilat nuk provojnë provë kundër të pandeurit, dhe zoti Meta mund të bëhet shpallet dhe i pafajshëm në një pjesë të madhe të akuzave.
nuk e di a janë për të gjitha, po unë mendoj se në rast se jemi me këto të dhëna që kemi paraprake, normalisht që zoti Meta përfiton nga edhe pafajësia, sepse ka mundësi që ta hajë dikush tjetër i cili ka qenë i aftë për të qenë servil dhe i pa aftë për të reaguar në momentin e duar kur i kanoset dhe karrikja e tij.